Ajo erdhi për herë të parë në punishte, në një të shtunë vjeshte. Jashtë binte shi I imët, a I loj shiu që të depërton në kocka, por brënda era e drurit të sapo prerë dhe e rëshirës së pishës ishte aq e ngroth sa dukej se e krijoja unë me duar. Unë isha duke rafshuar një dëras are. E kisha gjetur në një shtëpi të vjetër në Gjakov, gati 1 shekull e gjysmë vjetër. Druri kishte parë luftra, kishte dëgjuar për shpëritje dasmash dhe për gjërime lamtumirash. Tani ishte tek unë. Ajo qëndroi te dera, pa trokitur. Nuk ishte e lagur nga shiu, por sytë e saj ishin të lagur nga diçka tjetër. Nuk e kisha parë kurrë më parë, por e njihja atë lloj heshtjeje. Heshtje që flet më shumë se fjalët. Më duhet një raft, tha, për dhomën e gjumit. Diçka të veçantë. Zëri I saj ishte I ullët, pothuajse I fërkua me talashin që notonte në ajër. Unë ngrita kokën nga dërasa. Ajo nuk më shikonte mua, po shikonte duart e mia. Gishtat e mi të ashpër, me thonjtë e mbushur me pluhur druri. Ata gjishta që kishin prekur më shumë dru se sa mish njerëzor. Çfarë rafti? Pyeta, ndërsa e lëshoja rëshqanin dhe u afrova. I gjatë, I shkurtër, me sirtar, pato. Ajo ngriti shpatullën, një lëvizje e lehtë, pothuajse e turpshme, dhe pastaj, për herë të parë, sytë tan u takuan. Ajo nuk kishte sy kafe si shumica këtu. I kishte ngjyrë mjalti, atë mjalti të rallë që del në ver nga bletët e sharit, dhe brenda tyre diçka po digjej. Jo flak, më shumë si një thëngjil që sapo ka marrë frym. Pasirtar, tha ajo, dhe zëri I saj u bë më I butë. Të jetë vetëm një tabel, por që të ndij se kam diçka në nduar kur fle. Nuk e di pse, por ato fjalë më goditën në stomak. Të ndjej se kam diçka në nduar. Unë kisha kaluar net të tëra duke prekur drurin, duke e ndier kokrën në maj të gishtave, duke dëgjuar se çfarë më thoshte para se ta prisja. Ajo fliste të njëjtën gjuhë pa e ditur, e pranova punën, por nuk e pyeta për masat, nuk e pyeta për ngjyrën, për llojin e drurit, asgjë. Thash thjesht, e janë I pas 7 ditësh, do t'jetë gati. Ajo u kthye dhe doli. Era e saj mbeti në punishte për orë të tëra, diçka midis Jaseminit dhe dheut të lagësht. Atë natë nuk fjeta dot, jo sepse kisha shumë punë, sepse kisha një vizion. E shija tabelën që do të bëja, një dëras are, e gjatë sa një shtrat, e gjerë sa kraharori I një njeriu, por jo e rëndomt. Do të ishte elmuar si lëkur, por me një gropës të lethë në mes, si një shtrat lumi që ka kaluar ujë për mijëra vjet. Dhe në të djath, aty ku do të pushonte dora e dikujt, do të dhëndja diçka. Jo një lule, jo një il, asgjë që mund ta shihej me sy, një gjë që mund të ndihej vetëm me lëkur. Të nesërmen fillova. Zgjodha me dorë çdo dëras në depo, duke I prekur një nga një, duke I sjell pran hundës. Dëgjoja se si tinglonin kur I godisja leth. Duhet të kishte tingullin e duhur, jo të thatë, jo të lagësht. Si raj e zemre në një dhomë të zbrazët. E gjeta në fund. Një copë are e egër, me damar që shkonin si lumenj. Kur e preka, druri më u përgjigj. Fjalë për fjalë. Ndjeva në ngjishta një dridhje të lehtë, si kur dikush prek shpatullën tënde dhe t'i ngrin, sepse e di se ai prekje nuk është e rastit. E prisja nga dalë. Shara nuk bërtiste, këndonte. Nuk nxitoja. Preva skajet një nga një, duke lënë më shumë dru se ç'duhej, sepse do të lmoja derisa dërasa të humbiste gramet e fundit dhe të bëhej mu ajo që syri im kishte parë në gjumë. Pas 3 ditësh mbëriti forma, por jo shpirti. Atë mbrëmje, kur punishtja u zbraz, ndërsa lamba e vet me vare mbi tavolin duke dridhur hijet, unë hoqa këmishën.
Nuk ishte ftohtë, por trupi im dridhej nga diçka tjetër. Mora letër zmerile me kokrizën më të imët që kisha. Më të imtën. Aq të imët sa mund të lmonte qelbin. Dhe fillova. Jo me duar, me gjithë trupin. E afrova dërasën në gjoks, duke e ndjerë skajin e ashpër kundër lëkurës sime. E lmoja me lvizje rrethore, të ngadalta, sikur po lmoja diçka të gjallë. Talashi binte mbi këmbët e mia të zbathura. Djersa më rrithte nga bali dhe binte mbi dru, dhe aty ku binte, druri ndriçonte, merrte një shkëlqim të lagësht. Kur mbarova, isha i raskapitur. Dërasa ishte si ujë, si lëkur, sikur dikush e kishte puthur mijëra herë derisa të mësohej me prekjen. Pastaj mori thikën e gdhëndjes, atë të vogël, me dorës të zezë, dhe pa u menduar, pa e planifikuar, fillova të dhëndja në të djathtë, pikrisht aty ku do të pushonte krahu i saj. Nuk ishte një vizatim, ishte një rrugë, një vi që fillonte si gjarpër, pastaj zgjerohej, pastaj ngushtohej, pastaj kthehej mbrapsht. Nëse e prekje me sy, nuk kuptoje asgjë, por nëse e prekje me majë të gjishtit, ndjeje ritmin, frymëmarrjen. Ajo vjen në ditën e 7. E vendos dorën mbi dërasën që kam gdhëndur dhe ndjen ngrohtësinë e saj. Gishtat e saj eksplorojnë gdhëndjen, një rrugë që unë kam krijuar pa e ditur se ku të çonte. Pastaj, pa fjalë, ajo shtrim pëllëmbën drejt meje. Do të prek dorën time. Kur gishtat tanë takohen, pëllëmba e saj është e lagësht. Tingulli i vogël që nxjerr nuk është fjalë, por përgjigje. Gishtat tanë përtyhen si degët e një peme. Në atë prekje, kuptojmë se dërasa nuk ishte puna. Puna ishim ne. Ajo largohet me dërasan, por para derës pëshpërit, erdhe. Jo në kuptimin e ardhjes fizike, por të ardhurit tek dikush, brenda ti. Unë betem aty. Për herë të parë, në vend të drurit, prek vetëm kujtimin e pëllëmbës së saj.